e stabilitetit në kushtet e monizmit ka marrë fund një herë për gjithmonë. Ne do jemi në këmbë, do jemi në betejë, ne do përdorim çdo mjet të mosbindjes civile për t'i shkurtuar ditët dhe përmbysur këtë regjim. Nëse do rreshtoheshin humbjet ndaj kundërshtarit politik në zgjedhje qendrore dhe lokale, por edhe marrëveshje të nisura bukur e përfunduara dhunshëm e përballshëm, do duheshin disa net të gjata dimri për të kuptuar përsëritjen e së njëjtës histori, që vetë PD-ja është e abonuar me dështimin e saj. Partia më e madhe opozitare ka humbur qëllimin dhe objektivën, ardhjen në pushtet dhe qeverisje mbi idet dhe programin e saj. Qarje, ndarje, në dukje ribashkim, ikje, riardhje e të ikurve, marrëveshje, zhbërje marrëveshjesh dhe në fund numërim humbjesh. Emra që kapin majën dhe bien, të djerë që ngrihen nga hiqi dhe vërtiten rreth një qëndrimi që vjen me formën e vjetër. Flet generali, miratojnë oficerët dhe e pësojnë ushtarët, që sot janë të vetmit që vuajnë shkeljen nga pushteti. Përgjegjësia e lartë, morale, ligjore dhe gjithanshme që kemi para 620.000 zgjedhësve idealisht që votuan me datën 14 maj kundër Edi Ramës. Përtej sindromit dashuruarit me shtypsin, PD ngjan pengi vetvetes. Asnjë shenjë hapje, asnjë tingull ndryshe dhe mbi gjithçka asnjë shpresë për të kuptuar dhe luftuar kundërshtarin politik, Edi Ramën, i cili sot gëzon mandatin e 4 të radhazi. Krimi, korrupsioni, kapja e institucioneve, rrëmbimi i ekonomisë dhe largimi i mbi 1 milion shqiptarëve mbajnë vulën e qeverisë, por indirekt edhe përgjegjësinë e opozitës. Shprehja e Lulzim Bashës, lufta sapo ka nisur, gjen vend edhe sot. PD është në luftë me veten, duke bërë pakt me djajt e pushtetit. Dobësia e opozitës është forca e Ramës. Në vitin 2017, PD futet në zgjedhje duke njohur humbje edhe më të thellë. Fati i Bashës vare nga qëndrimi i Berishës. Në shkurt 2019, PD dhe LSI dogjën mandatet dhe nuk morën pjesë në zgjedhjet lokale. Në 2021, Basha humbet sërish. Në maj 2021, SBA shpall Berishën non grata. Basha e përjashton nga grupi parlamentar. Nis foltorja dhe betejat për marrjen e partisë. Basha humbi Kalan dhe Vulën që e mori në ikje e sipër. Gjykata e lartë rikthen çështjen në apel dhe vendimi ishte në favor të grupimit Berisha. Rikthimi i Berishës dha shpresë tek ftarët. Në 2025, Rama siguron 83 mandate. PD humbet, por largimi nuk vjen. Shpiket foltorja 2. Lufta është gjithnjë e më e ashpër, jo me kundërshtarin, por me të singjashmit. Foltoret e shumta e kanë kthyer PD-n në një fjetore mendimesh, ndërsa kundërshtarët politik duart trokasin shfaqjen PD që sot po mban Ramën në pushtet.